Përshëndetje, unë jam astrologja Denisa Shyle. Do të flas në lidhje me ndikimet astrologjike, ashtu të kemi gjatë datës 6 tetor 2025. Jemi në ditën e hënës. Kjo javë do të fillojë në tone disi agresive. Jemi përpara një hëne të plot, prandaj dhe çdo gjë është vërtet shumë e smadhuar. Çësë ditë mund të kemi vërtet shumë vështirësi për të kapur elementet të cilat na nevojiten për të krijuar një stabilitet si ekonomik, po ashtu edhe për të mirëmbajtur marrëdhëniet tona. Komunikimi mund të bëhet vërtet shumë e vështirë, duke qenë se mund ta përdorim si mjet për të hakmarrur. Kjo është edhe arsyeja që marrëdhëniet në të gjitha format e tyre do të jenë shumë të sfiduara gjatë kësaj dite. Këshilla detyrimisht është shumë e hapur, duhet të jemi të përmbajtur, të jemi më empatik dhe të mendojmë mirë përpara se të flasim. Duke qenë se mund të kemi edhe një frymë obsesioni, e cila do të fillojë të rritet. Duke filluar nga ora 18:42, kur dhe Mërkuri do të kalojë tek shenja e Akrepit, duhet jemi tashmë shumë më të vetëdijshëm, si për reagimet tona, po ashtu dhe të personave përballë. Jo gjithçka duhet ta marrim në mënyrë personale dhe prioriteti duhet jetë mbrojtja e qetësisë së ambientit tonë. Kemi disa ndikime pozitive, të cilat do të fillojmë të ndjejmë gradualisht. Si fillim do të kemi rritjen e ndjesisë së përgjegjësisë. Kjo detyrimisht do të na ndihmojë vërtet shumë për të arritur qëllimet që ne dëshirojmë dhe për të qenë më produktiv në jetën tonë profesionale. Faleminderit të gjithëve dhe më ndiqni për informacione të tilla në lidhje me astrologjinë dhe me yjet.